Në këtë prime të Big Brother do të ketë hyrje të reja dhe imagjinoni si kush do të futet. Për ato fol shumë, doli në protest, tha se do të shkonte në Grande Fratelot nëpër Europë për të bërë pikërisht protest për të futur dhe për të treguar që është një lojtar i mirë edhe që di se si të provokoj situata. Sonde në shtëpinë e Big Brother do të futet artisti Labinot Rexha. E duke u mbetur tek zhvillimet që ka shtëpia, janë disa pikpyetje që uroj që të zgjidhen sonte. E para, se ku ishte Alba në ato 20 orë qëndrimi pas tollosumit që bëri në prajmin e së premtes, ku e volli të gjithë prajmin me skenën që bëri, ku për disa ajo nuk është mirë nga ana shëndetësore, ana mentale dhe nga ana se si ka zgjedhur të luajë si banore. Për të tjerët, ajo është një fëmijë llastuar që ende nuk është rritur dhe që është një tekanjoze të cilën e tregoi gjë të cilën e tregoi dhe në prime, ku kërkoi me një ngulm arushin e saj, që në fakt nuk është arush, është një stiç që i ka prerë dhe veshin duke thënë që ka bërë gabim. E çuditshme, por Alba e ka bërë. Nga ana tjetër, do të trajtohet ndoshta edhe një video që është bërë virale edhe që është hedhur shumë aludime nëse konsumohen narkotike në shtëpinë e Big Brotherit. Fjalën e kam për dyshen që po pllaqiten dhe po puthen me njëri tjetrin, për Edi dhe për Dolçen, e cila është futur në skuta, në për rafte, në për sirtare, në për kudo që të gjej ambient të izoluar në shtëpi, duke konsumuar duhan, dhe kjo gjë u kuptuar në një video më pas që u tregua se çfarë ishte duke bërë Dolçen në të vërtet, por kjo videoja virale që hedh dyshime dhe ma mirëmendja që do të shpjegohet sonde nga moderatorët me një video shpjeguese ose do të lihet dhe nuk do të komentohet fare. Nga ana tjetër, sa i takon çiftit që edhe unë kam komentuar në për emision në një lloj plaçitje, një lloj mjaulline që ka me njëri tjetrin, lëpirje dhe është e dukshme që po e bëjnë për lojë dhe as pak për ndjenjat që i bërojnë nga shpirti, se brenda 5 ditëve, përveç se një afeksioni seksual, nuk mund të kesh një lloj çlirimi edhe ta pllaqitesh tjetrin, siç ka bërë dyshja Edi dhe Dolçe, por nga ana tjetër do të ketë një lloj interesi për të parë dhe se si do të jetë tani më raporti i Albës me Elionën, e cila nga ana fundit është bërë çorap në portale për historinë e saj, ku ka qenë minorene, është larguar nga shtëpia e personave që i kishin marrë në kujdestari gjermane, po e kërkonte policia, pra është bërë një lloj tollosumi në portale duke keq përdorur dhe duke tjerur histori nga jashtë, ku bëhet fjalë për një situatë që Eliona aso kohë ka qenë minorene dhe nuk është e bukur që të luhet për klikime edhe pse ushqehet lehtësisht media dhe portalet dhe emisionet me këto lloj qasje, por nuk është e bukur ku kemi të bëjmë histori që Eliona pak a shumë i ka treguar në një intervistë më parshme, por i takon asaj ta tregojë në Big Brother historinë e saj dhe të mos keq përdorur, të mos censurohet dhe të mos pritet për t'u dhënë ai kontekst i keq që është tentuar të bëhet për të. Edhe pse nga ana tjetër për disa persona loja e saj është paksa tinxare provokuese dhe po mban atë petkun dhe ka vënë atë maskën e një angjëlli edhe një viktime në shtëpinë, por çdo lloj maske që vjet në atë shtëpi do të bjerë në ditë pasi janë 3 muaj dhe loja jo vetëm 3 muaj, por edhe ku kalon 1 javë, 2 javë, 3 javë, 4 javë, bëhet shumë interesante, bëhet shumë aktive dhe bëhet shumë e ngjeshur dhe banorëve ju duket sikur kanë shumë kohë aty dhe do dalin tek vetja e tyre se nuk ka mbetur kush pa treguar fytyrën e vërtet në atë lojë. E sa i takon çifteve, Bia po rrotullohet drejt tonit dhe nuk e di se si një njeri që reflekton një lloj mirësie, një lloj çiltërsie, një djalë me norma dhe me edukat. Nuk do thot që Bia që vjen nga një jetë si pornostare që shet video erotike në OnlyFans që bën këtë jetë, nuk mund të përshtatet me një djalë të mirë, por duke qenë që Toni është një familjar, nuk e di se çfarë loje kërkon të bëjë dhe çfarë arsyetimi dhe në çfarë pike kërkon që të arrijë atë lojë, pasi i shikoj shumë të afërt me Bian, ka një lloj kimie, edhe pse nuk kuptojnë shumë pasi në shumicën e kohës Bia flet sa anglisht, sa italisht dhe kjo nuk është normale në një program ku është 100% shqip dhe duhet fritet shqip për të kuptuar nga audienca, por produksioni ka parë me rëndësi prezencën e Bias, ndaj dhe ja ka toleruar që të flasë gjys anglisht, gjys italisht dhe 2-3 fjalë të Rujtzoti në shqip. Sonde në shtëpi do të rikthehet edhe Shkurta, e cila ishte në atë shtëpizën
e kapsulën e xhamit ku qëndroi këto ditët që nga e premtja deri më sot, edhe ta shikojmë se si do ta presin banorët. Është komentuar paksa edhe largimi i saj, disa nuk e kanë besuar, një ndërto edhe lëndrimi. Besoj që do ta përdorin edhe kundër saj, duke thënë që çfarë ke bërë ti jashtë, duke hedhur pikpyetje dhe duke hedhur dyshime për atë çka ka parë apo ka jetuar shkurta në këto 3 ditë. Nga ana tjetër, një dyshe shumë e çuditshme po qarkullon në rrjet, një lloj kimie shumë miqësore midis Londrimit dhe Klodit, që për mua nuk ka vend për të hedhur dyshime apo hipoteza për ta drejtuar në një lloj kaje që mund të jetë një çift, por duke pasur një lloj kimie dhe një lloj lezeti të dy në atë shtëpi, duke dhuruar spektakël dhe momente të bukura, besoj që kjo gjë i ka bashkuar, dhe pse ishte një moment tensioni kur Londrimi i kapi flokët, por e qartësoi në prime që kështu është tipi i tij i dhunshëm kur kërkon të dhuroj dashuri dhe ta shprehë atë. Paka shumë ky ishte edhe Trotshme Radio, do doja të ndjem mendimin tuaj dhe më kryesorja është të bëni subscribe kanalit ton Koha Jo në YouTube.